Mund të na thoni për çfarë protestoni sot dhe për çfarë pra kërkoni? Keni parë dhe disa pankarta që i ke sjell, pra për çfarë proteston ditën e sotme? Protestoj se më bën një vit që një vendim i formës sperë dhe unë në vëzutimi që po mrinë gjykatën e Perit, të bën 10 vjet. Dhe më pëzua prandaj për këtë arsye protestoj. Çfarë kërkon nga drejtësia? Kërkoj të hapet drejtësi, më hapet drejtësi që takon. Çfarë çështje penale ke apo çështje administrative pronësh? Një dyqan që ndodhet në Bukëqis. Aktualisht çështja është në apel? Është në apel nga bën 10 vjet që arri atje. Çfarë pretendon, ke probleme me palë të treta apo vetëm ju personalisht Jo, me është urdhër me institucion? zgjutim, edhe vendimi i formës sperë është që nuk ka drejt gjykohet, por është gjykuar. Pra ju kërkoni pronën tuaj. Por në të drejtën që më takon. Por këto gjyqtarë nuk gjykojnë drejt. Pse ke zgjedhur SPAK ditën e sotme dhe gjykatën e posaçme të protestosh? Po këto fjala thonë që do të gjykojmë gjyqtarët. Por nuk po shoh asgjë. Prandaj kam dalë po kërkoj drejtën time sa të mundem. Faleminderit. Faleminderit.